Ditë më parë, në sallën pranë Muzeut Historik të qytetit të Lushnjës, u realizua trajnimi organizuar prej KQZ-s për KZAZ numër 55, 56, 57 në Lushnjë dhe Divjak me trajnuese Ermelinda Myzeqari. Moduli i trajnimit përmbante organet e administrimit zgjedhor, rregullat e etikës, parimet, përbërja e KZAZ-ve, detyrat e KZAZ-s mbi qendrat e votimit për akreditimin e vëzhguesve, i cili u diskutua sipas moduleve dhe vendimeve të marra nga komisioni i KQZ-s në funksion të mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Më shumë detaje rreth trajnimit i dha trajnuesja Ermelinda Myzeqari. Sot bën trajnimin e parë të KZAZ-ve 55 dhe 56 në qytetin e Lushnjës. Ishte kënaqësi dhe nder për të punuar me këta anëtarë të KZAZ-je, ku jo vetëm të vjetrit me një përvojë goxha të konsolidueshme në raport me zgjedhjet, në raport me gjithë procesin, në raport me detyrat dhe detyrimet që ka KZAZ-ja për mbarvajtjen e gjithë procesit zgjedhor, por edhe të rinjt shumë të interesuar në këtë trajnim. U trajtuan hallkat një herë pa pas hapi deri në procesin e numërimit, për sa i përket detyrave të KZAZ-s, hallkat ligjore dhe gjithë procedurat për mbarvajtjen e këtij procesi. Ka të trajnuar më parë me një përvojë në proceset zgjedhore dhe sigurisht për ta është më lehtë gjithë procesi, por ka dhe të rinj të cilët me aftësitë e tyre intelektuale, me profilin e tyre intelektual dhe formimin e tyre, sigurisht që do të jenë po kaq të aftë në vazhdimsi për mbarvajtjen e këtij procesi. A kishte diskutime në lidhje me udhëzimet dhe manualin që vazhdohet në trajnime? Është një manual i cili është i njohur në vija të përgjithshme, por që sigurisht në këtë proces gjithmonë ngelet për të diskutuar hallka dhe situata të cilat në interpretimin ligjor ka vend për të diskutuar. Sa ditë do të vazhdojë këtë trajnim? Ky trajnim është i planifikuar për sot dhe në ditët në vazhdim sipas kalendarit që na afrohet nga KQZ-ja. Faleminderit.